Përshëndetje të dashur miq të Albania Times. Ditën e djeshme kemi parë të ngujuar në zyrën e kryeministrit Rama, zëvendës kryeministren Belinda Balluku, së bashku me ish-ministrin e drejtësisë, praktikisht apo aktualisht me kryetarin e Komisionit të Ligjeve, zoti Ulsim Manja, të cilët kanë qenë të qëndruar në zyrën e kryeministrit. Zonja Balluku ka shkuar aty rreth orës 12:30, ndërkohë që kanë qëndruar për një kohë të gjatë deri në orën 21:00. Lidhur me masën që ka dhënë gjykata për kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ose ndryshe GKK-ja, për pezullimin nga detyrat e zonjës Balluku, njëkohësisht edhe për masën me karakter shtrëngues, e cila është ndalimi për dalja shtetit dhe sekuestrimi apo bllokimi i pasaportës. Shtrohet pyetja nëse ky është një vendimarrje e drejtë apo jo. Duke marrë në konsiderat edhe ligjin e posaçëm për imunitetet, por natyrisht edhe kushtetutën dhe ligjin procedural penal, lidhur me masat me karakter shtrëngues, duhet patjetër që prokuroria duhet që t'i drejtojë së pari kuvendit lidhur me miratimin apo me lejimin për të marrë këtë masë shtrënguese, jo për pezullimin nga detyra, po masa me karakter shtrëngues për sa i përket moslejimi për dalja shtetit. Pra, duke marrë në konsiderat ligjin organik për statusin e deputetit, pra deputeti gëzon imunitet dhe zonja Balluku është deputete njëkohësisht edhe ministre e energjisë dhe infrastrukturës dhe zëvendës kryeministre, gjë që nuk ka ndonjë ndalesë për sa i përket imunitetit, pra ministri nuk ka imunitet apo zëvendës kryeministri, por ajo ka imunitet si deputete e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Pra, gabimi procedurial i prokurorisë posaçme është që nuk ka kërkuar Këshillit të Mandateve leje për të kërkuar në gjykat masën me karakter shtrëngues. Pra, kemi përcaktimet e neni 228 dhe vijus kodit procedurës penale, por to janë të veshura, pra duhet që organi akuzës duhet ta kishte marrë në konsiderat, por duke marrë edhe praktikën për të cilën ju ndoj që edhe zotit Berisha, pra konstatimet që ka marrë gjykata kushtetuese lidhur me masën me karakter shtrëngues, gjë që konstatoi që prokuroria edhe për masën detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore duhet që të drejtojë pranë Këshillit të Mandateve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Megjithatë, duhet të shikojmë se si do të vijojë procedura dhe se çfarë strategjie mbrojtje do të ketë zonja Balluku, por natyrisht ne duhet presim edhe se si do të sillet zoti Rama sot lidhur me shkarkimin e saj nga detyra si zëvendës kryeministre dhe si ministre e energjetikës dhe infrastrukturës. Deri atëherë duhet presim. Faleminderit.